E informova me kënaqësi që jemi të angazhuar dhe jemi të bindur që në shtator do t'i dhurojmë kombëtarët son, po edhe për pjesën tonë kompeticionit një stadium që do t'jetë në lartësinë e imazhit që duam për Shqipërinë, në Elbasan, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, qeveria do të financojë këtë operacion. Ndërkohë folëm dhe për të ardhmen e stadiumit kombëtar, i cili fatkeqësisht është jashtë standardeve sot për të mikpritur një ndeshje ndërkombëtare, dhe po ashtu ndam përsëri të njëjtën pikpamje të kahershme që ajo çka nuk duhet ta harrojmë asnjëherë është se futbolli është një sport që është në radh parë i fëmijëve, i të rinjve, dhe është mbi të gjitha një instrument i pazëvendësueshëm social. Dhe për këtë arsye unë dua ta falenderoj Michelin sepse është realisht jo vetëm një promotor i mbarëbotshëm i kësaj ideje të madhe të sportit për të gjithë, por edhe një mbështetës i drejt për drejt i vetë iniciativave tona.